Një debat i ashpër ka shpërthyer mëngjesin e sotëm mes Juelës dhe Gretës, duke tensionuar menjëherë atmosferën në shtëpi. Ajo që nisi si një përplasje verbale me tone ironike, degradoi shpejt në ofendime të rënda dhe akuza personale, duke lënë të habitur edhe banorët e tjerë që ndodheshin pranë. Gjithçka duket se ka nisur nga një koment i Gretës lidhur me raportin e Juelës me Markon. Me tone të ashpra, Greta e akuzoi Juelën për mungesë edukate dhe i kërkoi të mos afrohej më pranë tij, duke lënë të kuptohet se Marko është i lidhur dhe se Juelës i pëlqen ai. Pjesë nga debati mes tyre. Greta, ti je e paedukat. Mos e prek Markon se është i lidhur, e dim që e ke qejf, po është i lidhur. Juela, o e shkreta ti, jepi po hëjepi. Ajo kartë të ka ngelur ty se nuk ke ku kapesh fare. Debati mori për masa edhe më të mëdha kur Greta vjoi me tone kërcënuese. Greta, unë të kap për leckash ty. Juela, të kapa unë ty dje. Situata u përshkallëzua edhe më tej, me Gretën që shpërtheu në ofendime të drejtpërdrejta dhe paralajmërime. Greta, po bën kërcënime? Mos këto me mua, ndyrësir femër, palaço, pise. Shkolahu, zhulse. Do të ta nxij jetën, mbaje mend. Përplasja mes tyre ka ngritur menjëherë reagime brenda shtëpisë, ndërsa banorët e tjerë janë përpjekur të kuptojnë se deri ku do të shkojë ky konflikt. Mbetet për t'u parë nëse situata do të qetësohet apo ky debat do të ndikojë edhe më tej në marrëdhëniet mes tyre dhe në dinamikat e lojës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.